Tradhtia ka emën kur e kqyr vendimin e fundit gjykatës tonë, që ka dhënë drejt shkive, edhe kjo ka ardhur pikërisht prej këtyne të opozitës që i kena sot. Jo kanë dhënë mundësi shkive që ata 10 deputet që janë serb me pas drejten ma shumë se 110 tjerë që janë parlament. Pa që ata 10 shkije, ti nuk mundesh me ndrru kushtetutën. Pa që ata shkije, ti nuk mundesh me bon parlamentin. Pa që ata shki, ti s'mundesh me bon shtetin. Pa që ata shki, son e nërën flamurin. Pa që ata shki, son e ban qeverien. Pa që ata shki, son e ban as kryetarin e Kosovës. Dhe me thonë, ata janë më të rëndësishmit sot për sot Kosovë. Kush e boni këto? Qëta hojnat, qëta pevaqicat, qëto kukavicat që sot lehin e hojnë, me thonë, qenef, të thonë që na jena patriota, e me nënshkrimin e tyne ju kanë dhonë gjithë këtu drejta shkive. Pse e kanë dhonë? Veç pse me vija Kosovën. Se qëta e njëjtit që e theshin shkit për i Beogradit, hajde, dhe i këta vjedhën bashkë Kosovën. Qëta politikanët e opozitës janë njëjt që kanë vjedhë gjysën e Kosovës bashkë me shki. Qëta njerëz janë që ti kanë maru rrugët e autobonat me shki bashkë të vjedhë Kosovën bashkë me qëta Radojqiqa, Simiqa, Dragisha, shka për dio në emnat e tyne kush janë, po bashkë me qëta kanë vjedhë Kosovën. Edhe sot kanë shti plus gjykatën me dhonë drejt atyne që ata me pas dorë nesër me bo kuvendin e Kosovës, pa ata së ne banë. Me bo qeverien, pa ata së ne banë. Nuk mund është, deshtet, ti sot hajde shqit mu patriot sa dush, sot hajde thoi unë jam demokrat sa dush, sot dush hajde thoi unë jam u qykë, po ti nuk je u qykë, se ti e ke dhonë drejtën e shkive që ata sot me ta pengu shtetin e Kosovës, edhe dalin ta të opozitës, ta pevaqicat, të thonë na jena patriota. Këshyre që kërkush nuk e thet që një nënkretar të Kosovës, kuvendit Kosovës, do të me votu pa tjetër 100 shqiptarë. Ose 61, si 100 shqiptarë. Dhe me thonë shumica shqiptarëve do të pa tjetër, si pas gjykatës kushtetuse, do të pa tjetër me votu Simiqin, a Dragishën, a ato. Do të me qu dorën me votu, ndash me bo parlamentin. Po kur të kthesh në tjetër anë, që ta të njëjtit, thët une nuk e votoj presidentin, ose presidentin që vjen për Albin Kurtit, se nuk jena të obligun. Aja kanë dhonë shkive drejten që na shumicë do të pa qa deshte e zdeshte, ti do të me qu dorën me votu Simiqin në nënkretar të kuvendit. Ty deshte e zdeshte do të pa tjetër me qu dorën, me thonë, unë e votoj Simiqin, për ndryshe se nuk mundesh me bo kuvend. A kur vje puna të presidenti, ose të kryetari i kuvendit, shqiptarët nuk i kanë pa drejt, mund me dalë për salës, mund mos me votu, mund mos me ardhë hish në kuvend, kur gjë zbanët. Amo kur t'vje puna për shki, do të me konë ato, do të me qudurën, se s'mundesh me bo qeverien, s'mundesh me bo kuvendin, s'mundesh me bo as presidentin, s'mundesh me bo as ushtrien, nesër një liz me dash me ndru për ushtrien, ti pa shkije nuk mundesh me ndru. A besën jo që ata shki e qojnë dorën me ndru dishka për të mirë të Kosovës, kur? Për 300.000 vjetë. A na, që ta opozita së të shkullat, ja ka dhonë drejten
opozitës drejtën e shkive që ata me vendosë gjithçka për Kosovën. 10 shki me kanë më të vlefshëm se sa 110 në këtë tjetra anë. Bilas 10 ju, 7 shki do të me kanë kogja mi marrë me të mirë, pa edhe shkit merë sa dush me të mirë, ai nuk të votën, ti thësh ka dush. Dhe sot s'ka ndodhë që shkit kanë votu dishka për të mirë të Kosovës, veç për të keqë. Edhe ma keqe janë që kur ti shek këto për vaqicat, e për dëkës e le dëkës, të dalna për televizor, thëtë maraj Kosova. Që to trati që keni bon jo para 16 vjetë, 7 majtë, 8 majtë, 20 vjetë, sot jem të i pagu. A jo veç sot, po që to trati që keni bon jo në atë kohë, kanë me shku edhe 100 vjetë, e s'kanë me mujtë me hekë. E s'ka me mujtë kush me shly këto trati që keni bon vendit jo. Edhe keni ftyrë me dalë në televizor, ato më shqit patriot, thëtë unë jam patriot, unë jam kono që kë. Pa ti me pas kono që kë për me, aja kësha dhonë këtë drejt shkive, që sot nuk mund është me bo parlamentin pa shki. Leve që jo që keni bo në parlamente, që keni votu, e që keni bo edhe kushtetut e keni bo, e keni shtin këto në ligje, po sot i dytyron edhe këta për vaqicat e gjykatës që keni ndorë jo, i dytyroni që me dhonë drejt shkive që pa ata s'munësh. Tash, shqiptarit do të me qu dorën për me votu shkaven. Së s'ka qare, për ndryqës mundet me ba qeverien. A shkavi, për shemëll, nuk është i obligu maj me qu dorën me votu presidenten, ose nuk është i obligu me votu qeverien, ose kryetarin e parlamentit. Ata s'kan obligim me votu. A na kem, se na ja kem bo vetit, se na qase jem. Na qase jem, ja kena bo vetit, që me thonë shkive hajde ta vjedhëm bashkë Kosovën, hajde ta shkatrojmë bashkë Kosovën, hajde ta shesëm Kosovën që shë kanë shqit Macedonijës një pjesë më lidzi, kënë të ashit edhe gjysën e Kosovës Sërbijet, për shëqër erdhë këj kingu, e këj ka mullë kam nuk pilen me marfrim të hajnat. Se këta të rishin edhe 2 vjetë, këta kufinin kamaran ketën të ëprum. Ja, për shtë hajnat e tonë, në kamaran ketën të ëprum kufinin. Zdishë me thonë jo këta. Vesh me vje Kosovën, bëtë se hini parja. Kur është në pytje pare, na jem në gjende me bo gjashka. Sidomos të opozitës, këta janë gjende masakër me bo për pare, këta nuk e interesant tyne kur gjo. Këta të kallin për pare, këta nuk vesin baba, nona, patriota, pa patriota. Ja, kur lunë 1 milion, 2 milion, këta të shesin Prishtinën, të shesin Shtimen, Prezërenin, halaj të shesin edhe dhe në Vlorë atje të qenë. Këta për pare, këta janë të rëzikshëm. Dhe shëqër zote qarë që këj i nali pak, se këtën të nga mërë në qafë. Ja, po nese, mëse erdhe Albine, do të më anku shumë, ishala ka mundësi me bon. Qysh është ma mirë Kosova, e me hecë për para, kada me i mëtë që në ditë ko më bon mire, ma mirë.